Gjatë vitit 2025 janë regjistruar gjithsejt 920 lindje në Gostivar dhe vendbanime që i takojnë komunës Zdunj, Banjice e Përme dhe e Poshtme, Çajl, Bellovisht, Turqani Vogël, Llakavice e të tjera. Nga ky numër, 365 fëmijë kanë lindur në spitalin e qytetit, ndërsa 555 regjistrime u përkasin personave të lindur jashtë shtetit, bën me dije udhëheci i drejtorisë së librave am në Gostivar, Bujar Rexhepi. Krahasuar me vitin 2024, kur ishin regjistruar 1024 lindje, 423 në spital dhe 601 jashtë shtetit, viti 2025 shënon një rënje prej 104 regjistrimesh, si të lindjet në spital, ashtu edhe të ato jashtë vendit, thot Rexhepi. Sa i takon Gostivarit dhe fshatëve që i takojnë Gostivarit, prej këtyre 920 regjistrimeve, në spital kanë lindur 365 fëmijë, ndërsa 555 regjistrime tjera janë bërë jashtë shtetit. Krahasuar me vitin 2024, ku kemi pas gjithsej 1024 regjistrime, në librat e lindjes, për të cilëve 423 kanë qenë të lindur në qytetin e Gostivarit, ndërsa 601 regjistrime janë lindur jashtë shtetit. Në vitin 2025 kemi rënje prej 104 regjistrimeve dhe fëmijëve të lindur në spital të atyre jashtë shtetit. Nga ana tjetër, në librat e vdekjes për vitin 2025 janë regjistruar 487 raste, prej të cilëve 41 persona kanë vdekur jashtë shtetit, ndërsa 446 vdekje kanë ndodhur në spitalin e qytetit ose në kushte shtëpiake. Sipas Rexhepit, në krahasim me vitin 2024, kur ishin regjistruar 474 vdekje, gjatë vitit 2025 kemi një rritje prej 13 rasteve, duke rënduar edhe më tej situatën demografike. Në vitin 2024 kemi pas gjithsej 474 raste të vdekjes, ndërsa në vitin 2025 kemi 487, më thonë dallimi jo 13 vdekje më shumë se viti paraprak. Në vitin që lan pas u regjistruan 428 kurorëzime, prej të cilëve 325 janë lidhur në Gostivar, ndërsa 103 jashtë shtetit. Në raport me vitin 2024, kur numri i kurorëzimeve ishte 440, vërehet një rënje prej 12 regjistrimesh, ndërkohë gjatë vitit 2025 janë regjistruar 96 kurorëzime, që përfshin martesa të lidhura si gjatë këtij viti, ashtu edhe në vitet paraprake. Në vitin 2025 kemi gjithsej 428 regjistrime, prej të cilëve 325 janë lidhur tek ne këtu në Gostivar, ndërsa 103 regjistrime janë lidhur jashtë shtetit. Gjatë vitit 2025 kemi gjithsej 96 shkurorëzime, të cilët janë edhe të 25 dhe viteve paraprake. Kombinimi i rënjes së lindjeve dhe kurorëzimeve me rritjen e vdekjeve po dërgon sinjale alarmante për të ardhmen e Gostivarit. Këto shifra dëshmojnë qartë se qyteti dhe rrethina po përballen me një proces të heshtur shpopullimi, i cili kërkon vëmendje dhe masa urgjente institucionale.